Mirë se vini në kanalin tim VIP TikTok HLB. Me Dajon, me E mbylla mua vetë në shtatë natë vlla, kam dhe unë streset e mia vlla. ke streset e tua, shumë mirë. Kam dhe hallet e mia. Siç ke hallet e tua, siç kanë gjithë hallet e veta. Ore, unë të kisha një shok që të më thoshte hajde ti zgjidh unë hallet, po bëj si të them unë jepja dorën, i thosha faleminderit. Kurse ti nuk na the faleminderit, ti the i më çani karin tavolinën. Për një sekond, pse zerdhat natë kur tash unë atje në privat. Po tani o Glevis, unë isha një, gjoj sekundë të gjore. 3 ditë i rash telefonin, s'ma hape telefonin, së rruhet kari. Fare, së rruhet kari fare. Trosh mua beti. Ula, po ti të merë 5 mëngjesit. Së rruhet kari, dhe këtu në live te, t'kam rën telefon, qa më rën telefon? Ti të merë në 5 mëngjesit o shok. Qa, gjë justifikime kot. Ore, ti të merë në 5 mëngjesit, ere. Le. Shok me lëfë. Ore Glevis, ti i the robit tavolinën, ik po më qaj karin, po ti se kupton qaj ke thënë, ere. Jo, si kam thënë ashtu. Të kanë ardhur njerëzit tavolinë për të ndihmuar, dhe ti u shpreh sikur ti u shpreh mos besim. Si kam thënë ashtu. O Laçiana, e di si i bie çka ka bërë ky vlla. Të viu në Laç tek ti do më ndihmosh me të gjitha dhe unë të let kuptosh ty që unë s'ta kam besën. Ore profesor, një sekondë vlla. Ty pastaj vlla. Pse? Ore them realitetin, o vlla, një sekondë vlla. Ku ti thua shok ti për shembull? Ku ti them unë shok? Po. Tani, nëse ti nuk e konsiderat për Dajon, Hape Glevisi mos i bin tjerë se unë i bjem ja refuzu pastaj. e marrë vesh Glevis. Pa mirë, tani, për kaq sa më një, as ka mbajt ndonjë goj, as tu live, as jashtë live-it, jo ty, po as një. Pse më del mua këtu në live, valla, për çfarë më bën mua këtë live? Se na i bëre malore në privat, o vlla. Në këtë momentin këtu sa fillon nxjerr debati. Po, na i bëre malore, Se hape 3 ditë telefonin, o. Unë për vete Na i bëre malore, o djali. 3 ditë telefonin që hape. Na i bëre malore, kupton? Sa da bëna malore, po. Na i bëre malore. Unë për Dhe vete shumë kam... më bëni të daju a i, sepse nuk e vazhdon dot. Te di që ka gabuar dhe nuk do të pare gabova. Sa herë ka marrë... Gjo këtu gjo. Sa herë ke marrë daju... Dale. Po mirë, një sekundë, bro. E ke marrë daju 100 herë telefon, gjo Ore, ti. respekte për daju, lem rehat, valla, respekte për daju. Po kam dhe unë vallet e mia, si që ka daju vallet e veta. Si që ke di vallet e tua, si që ka dy vallet e ti. Si që ka i ti vallet e ti. A tjetri. Problemi ati ku qëndron. E ke marrë dajun 100 herë në telefon të është përgjigjur 100 herë pozitivisht. Po ma, ti pse dole tu te mos i një gifte këti, pse the ti? Pritore! Ore, lere dajun në vlam punë vetë. Ti, pse te dole këtu? Ore, po t'jap arsyen. Pse dole këtu ti se mos i një gifte? Pse po t'jap arsyen? Se dajos që 100 herë ka hapur telefoni dhe të është përgjigjur, i ke thënë të tavolinë sa kam besën. Edhe njerë, ore. Dajos, ke të fala na daju, ase po shkruan këtu dhe po pyetëre. Tot, në 100 herë që më keran telefon të jam përgjigjur, pse i ke thënë dajos tavolinë që sa kam besën? Ti. Pra ndaj dola unë këtu. Pra ndaj kam dalu këtu, sepse ti i ke thënë dajos tavolinë që sa kam besën. Jo, se kam tonë këtu. Ate i ke thënë nuk Glevis. U stresova se s'po ma hapesh pe pali me pak fjalë. U stresove ti dhe si kishe besën dajos. Ne ka pas fajt U stresova s'po ma hapesh pe pali. Edhe i the. Po të pia ty në telefon, s'po hape. Ore Glevis, po njerëzit po të ndihmonin o. O më dueshin lek, vlla. Ore Glevis, po njerëzit po të ndihmonin. Ore Glevis, njerëzit po të ndihmonin. Kush ka të drejt profesorja po Glevisi? Ne do të hapu me pali, se unë s'di, jam au. Po erdhen ata, ishen tavolinë me ata të dy, po mundojshin ore. Gjarti. Po mundojshin e kujtoni. Tjeta gju 30 lule, kuran për të kap lule zgjun një. Po mundojshin ore, që të zgjidhin hall. Ti i the unë s'u kam besën edhe u çove ike. Jo, ashtu si kam thënë. Ja ku e ke aty. Ata i ke thënë ti. Ti i ke thënë në sy, e di çka i ke thënë ti? Pse u i ke thënë do ta dish edhe ti kodin e PayPal-it tim? Glevis. Ore në kuptimi që normalisht që duhet ta di vetëm unë atë kodin apo. Po kujt i thoj o Glevis? Dajos. Ma jep ti mua një sekond, ma jep ti mua të bëj pyetje. Natyrshëm, përgjithësi. Ma jep ti mua kodin e bankës tënde? Po. Po nëse unë po ta po nëse ti po më nxjerr nga rruga e keqe që unë jam futur, dhe nëse ti po më hap bankën, ti po më mëson çfarë të bëj.
Po ti po më shton jetën mua, Po vlla, të mora 3 ditë rresht telefon, pse do ta hapun PayPal-in? Ore Klevis. Pse sa hapë telefonin? I ke thënë Dajos nuk të kam besën për tek Ore, pse sa hapë telefonin? Dere se si kam thënë gjë. Ja ke Bëni like dhe subscribe. Po refuzon çat ka thënë. Mos kemi llafe. Dhe unë prandaj më kanë ngelur qefi, më kanë ngelur për veten time. Po Dajos nuk i thoj dot ja të llaf. Se Dajo në një vlore tërë biznesmen, i arok. Lodhe edhe trurin me ty. Të përgjigjet edhe ty në 2 të natës, në 3 të natës, për çdo gjë që ke nevojë. Dhe ti, bas vitesh që ai të përgjigjet, ti i thoj unë s'kam besën të dish ti kodin e PayPal-it. Ore djalë, i ke bërë 2 milion euro këtu ore. Po tani, po bërë ja 3-4 mijë dollar në muaj ke bërë shumë ore. Mos e di ti se do bësh 2 milion euro prap, edhe nuk do jetë shikon të ai kodin e PayPal-it. Miro normale është çdo njeri do ta ketë vetë kodin e PayPal-it. Shumë e thjeshtë. Ti o je budalla o nuk kupton, një nga këto dyja. Pik. Si budalla. O je o nuk kupton olla. Ore Klevis, unë do vete te Laçani do më presin në Laç. Unë e kam kokën në fest. Laçani po më merr, po më fut në shtëpi. Laçani po më mban me të ngrenë me të pirë. Unë ti them s'ta kam besën o vlla, ty do vet. Ku ti qan do të ruaj unë ty tani çfarë do mbesh ti mua. Ti më merr po në shtëpi. Unë ti them s'kam besën. Çfarë kari dua unë aty pastaj? Ore dali një sekondë valla, dale, shqetësohu. Me tregoni në komente, a da tregoni ti kodin e bankës? Sa ka, nuk e di se më mund tani. Që thash o vlla, ju më punë tuaj, unë punë time, jeni rregull, respekt, le dal unë i keq o vlla. Po shumë mirë, pse do vjen njëzur ty që njerëzit ta dinë të vërtetën? Te mos hidhni lek ti, jo menaxheri, jo ai. Ku do të Te të vjen, pse nuk të vjen mirë ty se unë them të vërtetën? Ti ke lekët tua, po i llogarit. O profesor, erdha për 2 minuta. Vazhdo Laçan. Po mirë, në rregull o zoti Çela. Kur ke dashni mua kam qenë këtu. Kur kanë dashur të tjerët kam qenë këtu apo? O Klevis. Nuk po mirë. O Klevis, edhe një herë tjetër. Ti more djali ngatëron gjëra dhe ngatëron shumë. Ngatëron ti valla, ti mos më fut mua në gjërat e mia personale valla. Se unë si futem një njerëz e gjëra personale, as kujt valla. Dakor. Kam shumë njerëzit po si futem gjëra personale. Si kërkojnë llogarit vlla. Ore vlla, po na ke kërkuar lek se je në hallo. Na krau tjetër po allkari. Po na krau tjetër po të allkari na shoh. Po kërkuar valla, se po ma zëngoj mua dia po çfarë. Ore po të allkari në kraun tjetër o vlla. Ti po të allkari me ne që po na thoj më ndihmo. Po të ndihmojmë ti të allkari me ne. Qysh tani? Të tallësh karin ti me lekë mia? Se kush po ta Ore na do ti blok këtyre që thon shan ky shan ai. Blok se nuk I japim dot audiencë askujt. Blok. Në pitë të motrës të vend. Kush do audiencë duke na shar? Mu në pitë të motrës, blok, mos lini njeri. Blok, jo mute po blok. Futi blok si pitë të motrës e duan audiencë. Blok, kush shan? Blok për Europën pjesë. Zoti Çela. Në ka një njeri këtu që do që ti të ndryshosh dhe të bësh diçka për mirë, I pari jam unë. Ty mund të dukem I ashpër, por I pari jam unë o shok. I pari jam unë që dua që ti të ndryshosh për mirë. E kupton apo jore? Po ti ke disa, nuk e di vlla, fiksohesh për një gjë dhe nuk ben hapa mbrapa orti shok, nuk ka burr nënë të bindi ty po të fiksua një gjë, ti nuk kthesh mbrapa o vlla. Po qysh ore ti thosh ti Dajos, pse do ta dish ti kodin e PayPal-it tim? Ai po thot hajde këtu që mos të t'i han lekët bota, t'ja hansh lekët ti. Ti e shikon vet historikun e lekëve, orti shok, ai thjesht po e hap se do ta shtypi ai. Ti I thoj si telefoni këtu, pse do të dish ti kodin tim? Çfarë është kjo ore Klevis? Nëse për pëlqen video mos harroni bëni like dhe subscribe. Dalë ora avash ose ka vite tjetër që të hap telefonin për çdo hall, për çdo problem, o shok. Me 1 milion halle, që ti ja di dhe hallet aty që pati. Edhe prap nuk të ka thënë kur jo për asnjë gjë. Tani qysh I bie? Edhe mos mërzitemi ne, po do mërzitemi. Mërzitemi o vlla, sepse ai ishte aty dhe ti ja bëre, se po tisha unë do ma bëje mua. Edhe ti ja bëre, pse? Tani o Klevis, se të ka bërë dëm Y vlla. Mos I, ore, se djegur na qulli ti, mos I fryk kosit ore. Se tjetër ka ndihmuar me shpirt o shok. Mirë mbyllë ndryshoj temë. Të ndryshoj temë, dakor, më rregull. Mbyllë valla lere. E po,
Stuan gazjasin. Kush ka të drejtë, profesorja apo Klevisi? Lokalin e paske follo profesor. O, jam i fort, jo vlla, 2300 veta. 2300-400 veta, shia nënë. Më i fort i TikTokut, profesori. Normale, vlla, t'jep zoti atë që meritona. Më i fort i TikTokut për audiencë origjinale. Ja, originali I kjerë. Audiencë origjinale, jo audiencë robotash, audiencë makaronash. Audiencë origjinale, duke ndejtur, ullur për qef në karike në shtëpia, këmba mi këm. Në rregull, kush nuk na ka qef, në pith të motrës. Kush nuk na do, në pith të robëve. Qofse ka në një këtu që na shikon na jashtë telefoni kështu në live dhe sy brenda se na xhelozon, të qifsha motrën ty më shumë se të gjithë tjerëve. Të qifsha motrën, ty, të qifsha pragun. Po kënaqe? Ti ku na çaj karen tash. Valla, jeni me veta, I kërkoj falje Dajos. Me I ba Allah, se unë kam Ti nuk falje Dajos është ti? I kërkoj falje Dajos, I kërkoj falje profes. O profesor, unë si shë du të besu pas e pas drejt I për I dojë. kërkoj falje Fabio Lalës, I kërkoj falje ati shoku tjetër që si ja përmëndin do të ermin këtu. Edhe Kapos. Babale, lirim sa më shpet. Kam unë hallet e mija këtu të shkrije plota, sa të duar. Nërkojmë që ja modrë. Pas ju me a fot gjumë mund të shtejo, ngell hadrë ju profesor, nuk ka pjell nane me ne live profesor, se e ke kapja ke shi modën 2700 e sa ke e. I fort jam. Jam I fort, ola që. Ika, ju përshëndes, o këtë vjes natën, Kërkoj falje, profe. Quna, natën. Natën. Dhe ju qunat e mi që jeni live të goce, janë shazemën, jeni mirë. Mari lespe, jemi të ngarkur, dhe. Unë s'ju ashtë prej këtive që ngarkesa shka mëne, kupton, asë njëri në këtyre. Ere dajo, shikon qa bet, ka faj djali. A mendoni se profesori po bën intriga? Një që duha të them, ose jam as intrigant asgjë, as bëj intriga për asnjë. Ore, nuk ka the njeri që bën intrigore. Ka thënë të na njëri intrigant. Kafe, apo që e kam një në TikToku që ka takuar, apo që jam ullë, kam pirë një kafe. Ma shumë një shtjetë, jemi frendë. S'kam bëna një intrig. O Klevis. A të kam thënë unë në njëherë për ty këtu, më dëgjoj me kujdes. A kam thënë në njëherë unë për ty këtu që je intrigant? Asnjëherë. A kam thënë që ti ke rënë qaf X-it apo Y-it? Asnjëherë. Olla, ti me ato që bën ti bjem qa vetes, dhe ne që të duam nuk e di olla. O nuk e kupton si të na respektosh, edhe si të na vlerësosh, o nuk e di çfarë që bën në shok. Ore ne të themi, ore këtu, sepse këtu del për mirë o vlla. Ti thoj jo, unë do bëj çam do kari mosh të duhet ty. Po më the Klevis, unë do bëj çfarë të duash, të duhet ty. O vlla, s'ke pse të më bjesh në telefon, as mua, as tjetrit, ore. Unë po të thash ty, shketi të punët e mia, nuk të marrë me në telefonën, ore. Të them, o vlla, si ta bëj këtë. Se unë ta kam mbyllur vetë derën ty. Si të marrë telefon pastaj? Ne të themi, ore, shiko, do bërë kjo, ore. Nuk duam të tulim nërë. Ne duam të kapim në sedër që ndryshosh. Këta ta themu në publik. Unë dua të kap në sedër, o vlla, që ti të ndryshosh, të kap në sedër, të vë me shpalla për muri. Që o të ndryshosh o s'ka. Këtë dua unë. Dhe dua që të ndryshosh për mirë. Si mendoni ju? Këtë dua, këtë ta garantoj me shpirtër. Dua të ndryshosh për mirë. Në qoftë se ti ndryshon për mirë, 10%, 90% që ne plotësojmë ne si shoqëri. Po ti fillon ndryshoj qifsha motrën. Jo avazi, qive rop, ke kaq kovla. Pse a nuk të do Daju aty? A nuk të dua unë, a nuk të do Fabio? Po na lodhe, na qive Perëndinu. Na lodhe, o vlla. Na lodhe, na i qive mendjen, na i qive trut në privato, lërën këtu ose këtu s'kemi për shamatanër. Po jep, plasë mo. Si i thoi një tjetrit aty, në rregull I kërkove falje, ndakor, të falës të falë është punë e ti tani. Si i thua tjetrit në tavolin, ka
4-5 vjet tjetri që të përgjigjet për çdo hall, për çdo situatë, për çdo gjë, për rroba, për telefon, për lek, për ilaçe, për çdo gjë është përgjigjur, për gjëra qefit është përgjigjur, si i thua ti tjetri unë s'kam besim te ty. Po mos ja qiro, por se nuk bëhet ose po i the atij ashtu, ne të tjerë të vllau, ja fusim vrapit ne, se themi këtë do ta thojë ne. Ti mund të kesh 1 milion hallëre. Po si ja thoj, jo daj ose po. Duke ditur shumë mirë situatën se si jemi njohur me Dajon. Prandaj se tani duke u njohur ashtu o Klevis, unë i besoj Dajos, edhe unë dorën zjarr me Dajon se kam takuar kurrë. Edhe unë për Dajon dorën zjarr, që se kam takuar kurrë në jetë. Edhe unë mos harroni bëni like dhe subscribe. Ti ke takuar me vite. Ti dhe ke edhe njeriu tënd, e ke familjar. Ke miqësi, ke lidhje miqësie, se e di shumë mirë. Si ti thosh ti, pse do ta dish edhe ti o Dajo kodin tim të PayPal-it. Po mos ja fut kodin po. Po mos o Klevis, është gabim. Është gabim, ore. Se këta na gjykojnë, se toni ja thanë në publike, kështu, andeja, këteja, jo, na ka lodhën privat, na i ka quar këte këtu, që jemi detyruar, që kemi folur. Por, po, gjojnë i lekqini motrën. Ama ditën tjetër i thoni, e regullove këtë gjendo djallë, e bëre këtë tjetërën, që dhe këre, tu të regoj që unë, bera $500, $300 bleva këtë gjenë. Unë bera $1.000, 800 bera këtë gjenë. Edhe gjuajni qini modën, gjuajni aty sa të keni takat. Po të tregoj një gjë qa benër. Po të tregoj o vla dhe ky ndryshon. Edhe ky bën mirë, edhe i rregullon gjërat për veten e tij dhe ndjen një farë përgjegjësie. Po jo, rushe kumba, taksi për të vajtur kish laçit. O vlla, kish e laçit, ju rujt Zoti të gjithëve, u ndihmov të gjithëve. Çka ka valla, nuk kish laçit unë vete gjithmonë, çka ka. Bravo, ti vete me taksi i qi motrën, o vlla. 60.000 lekë bën valla. S'bën 200.000 euro. 60.000 lekë bën vetë taksi o vlla. Po mirë, rrem. Sa herë vete ti o Klevis, se ti vete çdo javë i qiro po. Po mu fiksua tani vete vlla. Po mu fiksua tani vete direkt, e kupton. S'ka na një. Po mu fiksua tani për kish laçit. Vete. O Klevis. O vlla. Po. Desha me ikvesh, desha me tërguj foto. Profesori 2K dhe Kërgjës Qelja 722 dhe profesor e ka rdeli malë. Më i forti pa përmendur njerëz o vlla, pa shar njerëz. Imagjino si kur të shaj. Higa. Imagjino po të shava, mos më shaj. Ore vlla. Po, se do të shaj dhe unë, do ta çoj lajmin 10.000. Mos më shani me. Po bërisni live-in. Kish laçit, Allah ka vetë gjithmonë, se vete tani. Ka vetë gjithmonë historikisht. Çfarë problemi ka vlla? Tani Klevis nuk ka si problem që vete te kisha laçit. Problemi vlla është këtu. Që ti vlla ke ca gjëra që thua, po më fiksua tani do ikim. Ta doni na moj, unë donime po bëj. Shoh po bëj. Mos bëj me donime mos. O Klevis, mos bëj donime mos. O Klevis, a di çfarë duan nga ty unë? Që kur të bësh $500 vlla, 300 të bësh një gjë për veten tënde, për familjen tënde dhe tu thosh njerëzve këtu të nesme, no çuna po. Unë bëra këtë gjë sot, o vlla. E kupton? Unë bëra këtë, unë po ndryshoj se ti e ke punë vlla. Dhe ti duhet t'u tregosh njerëzve që çfarë po bën me lekët që po të hedhin. Dhe njerëzit le të hedhin sa më shumë ore çuna, i hidhni pa fund në qoftë se ky Zoti Qela këtu pa fakton çfarë po bën me lekët ore. Mos u ndaloni kurrë qini mod. Ore hidhni na 5.000 euro në ditë hidhni. Nëse për pëlqen video deri këtu, mos harroni të jepni mendimin tuaj në për komente. Mos harroni bëni like dhe subscribe. Prit. Tani o Klevis, tani do të them një gjë. O vlla, ti duhet të fillosh të rregullosh gjërat në shtëpi, ore sikur një gjë në ditët. Një gjë një ditë, o vlla. Dhe t'ua tregosh njerëzve. Ty është live, e thosh unë. Ti shumë abeti, unë jam i miri i botës i keq i vetes, me pak fjalë. Ta mbyll tu. Po, që dakor. Ti je i miri i botës, i keq i vetes, tani dëgjoje një gjë dhe ta them unë dhe mbaje mend. Ti je i keq i vetes dhe i miri i botës me njerëzit e gabuar. Ti mund t'jesh i miri i botës, po mund t'jesh me njerëzit e gabuar që ta kanë me të futur. Me ata që nuk e di unë, që ti mund t'i quash shok,
Po janë ata që ti paguan. Janë ata se ka njerëz që hanë dreka dhe darkan aty dhe paguan ti. Po nuk të le aty, as daju atë paguash drek ose dark, nuk të le as kapu aty paguash drek ose dark, nuk të le as unë paguash drek ose dark, nuk të le as Fabio Lala paguash drek ose dark, po janë ca motoshtrakër që të shfrytëzojnë dhe aty je i keq vetes. Edhe i mirë për botën me njerëzit e gabuar, me njerëzit që të shfrytëzojnë. Të ka marrë ty ndonjëherë në 1 lek, 1 cent, të të marrë telefon, të them 1 lek apo 1 euro apo 1 gjë. Edhe kur ti kam dërguar lekët, i kam rumbullakosur në lart, o vlla, nuk i kam rumbullakosur në poshtë. Nuk të flasim për keq, o Glevis, ne të flasim për mirë. Ta them me pastërti. Preket ashtu, preket, se është ndjeshur. Preket. Për të prekur e di shumë mirë ajo. Re këti hanë lekët edhe njerëz tjerë. Rëngjo ponxha TikTok-ore. Nuk jam morë rëngjo ponxha. Mos harroni bëni like dhe subscribe. Sa njerëz sa Allah shverisha që e di kjo shumë mirë, se mos ta din dhe mua të pra dhe më vjeni natë. O vlla, po ke sjetër, çdo ditë që punon vlla, që bën 5 lek, në fund të javës grumbullo 500, ik merr $1. Grumbullo 200, ik merr komodin. Grumbullo 300, ik merr një gjë tjetër. Dhe njerëzit këtu që të dëgjojnë lek, vlla thon, ore bravo, po kujdeset për familjen. Se unë kam zirë, po kam kursyer prap, nuk i kam zirë të gjitha, se aty do haveten me dhem pasaj nuk do bëj me TikTok me to. Por unë familje se ja, por se s'po bëj as pushimi, as po iki në për vende... Levis, në të gjohë shokun, o vlla. Unë të thash e ta them prap. Njesh një kafe konsumoj, kash. Kur më vina një shok, na i mik, kesh... O Levis. Nuk ri do të pa kështu, pa... O Levis, a ka mundësi vlla të kujdesesh tek ajo portë e hekurit edhe brenda? A ka mundësi vlla të shikosh te portë e hekurit e brenda se të hanë dreka dhe darka mos t'ja fus me emra se? A ka mundësi? Mos harroni bëni like dhe subscribe. Ç'të duhet ty shok? Dhe unë ta thash ore me shpirt ore. O vlla, bëj këtë gjë ore. TikTok-un, ti marrësh lekët të tua te banka jote. Mamaja jote do t'i marrë, s'do t'i marrë unë, o vlla. Mamaja jote do t'i marrë. Ne si shoqëria, di çfarë do bëjmë? Do të themi o Klevis Dario se këtë muaj pas ke bërë $10.000, o vlla. Ku i ke çuar ti këto $10.000? Mos ja qiro tani. Këtë do të themi ne si shok. S'do të themi na jep ne o jore. Thjesht si shok do të themi o vlla, ku i çove o burr. Te do mundohemi që të ndihmojmë një pjesë ti, një pjesë ne, të gjejmë zgjidhje. Mos ja qiro do burr. 7 vjet në TikTok, shpin një lloj si para 7 vjet shobur. Po mos tani, ose unë mua më është rëngjetur trupi kur kam marrë të shtëpia jote, ti e di shumë mirë. Dhe nuk e kisha mundësinë ekonomike që kam sot atëre. Edhe këtë e diti prap. Ta kam treguar edhe shtëpinë time që kam pasur para 7 viteve. Se prandaj më vini natë me ty mua. Po që është tani drejtë mori? Numëron në vend 7 vjet dhe prandaj më vini natë more. Unë para 7 vjetësh e kam pasur shtëpinë si Klevizje. Të drejtë ka. Ja kam treguar dhe i kam thënë shikoni kam shtëpinë ime kohë, se do ta sem pasani. Merdi keq në shërba. Një sekondë valla, se kisha shtëpi kështu unë apo. Shtëpinë kam pas në tulla unë kështu valla, aq ka qenë mundësia. E kam bër, aq ka mundësi, po çfarë ti bëj që e kam blagështi dynja jam, s'kam çaj bëj valla. Po Kleviz, po Enkeli bëri vili shiu, botën 20 herë, 30 herë valla, 50 herë. O Kleviz, Enkeli ka bër vili ka qi rob do për nga TikTok. Kapela. Po vlla të gjuaj njerëzit po u tregove që po ndryshon. Ta garantoj unë me 1 miliard%. Të gjuaj njerëzit lek dhe në qoftë se ti u garanton, o vlla, ti po dole me emër, me mbiemër, me fletore, e tu thosh njerëzve, o çuna po, o njerëz të mirë po. Unë dua $10.000 nga ju dhe me këto $10.000 do rregulloj shtëpinë. Dhe do t'u lexoj emrat emër për emër, a do më ndihmoni? Dhe tu thosh me lekët e dopes, bera këtë gjë, të dërgon dopja ore, që është mërzitur pafund. Me lekët e xhadës do bëj këtë gjë, të dërgon ore, t'jep edhe Daju aty, edhe Fabio, e tjetër, e Pablo, e gjithër. Po të bësh një gjë, o vlla, jo i mora lek nuk isha borxhe i Marikani. Çu i Marikani? Sa lek e borxhe? Në rregull. O vlla, sa lek e borxhe? Që dhe ta dim, o vlla, ky ka 50.000 euro borxh. Kur të laj 50.000, do filloj do bëj diçka. Po jo kisha këtu, kisha atje.
Vlla, ti duhet edhe, ore Albi, unë jam shumë i sigurtër, që edhe ne që jemi, kush e di sa herë kapur me këte, prap në shpirt duam ta ndihmojmë. Po tani a qifsha e rob, po të mundohet çik vet kjo. TikToku, vlla. TikToku tani nuk është më i njëjti siç ka qenë. TikToku tani vlla është tjetër gjë. Është shumë e qartë se çfarë po ndodh në TikTok, është shumë transparente se çfarë po ndodh në TikTok vlla. E vetmja shans o zoti Çela, e vetmja mundësi që ti ke është që këta njerëz që ti ke njohur në vite me pastërti, tu kërkosh ndihmë të ndihmoj, edhe të bësh diçka vlla që të rregullosh jetën. Në të kundërt je shumë gabim dhe s'ke për t'ja parë hajrin TikTokut. Mos harroni të bëni like dhe Ta them me subscribe. pastërti unë, nuk ta them me kështu, fare me asnjë lloj gjëje. Vlla, kur gjuaj njerëzit ditën tjetër bëj një gjë, thoj vlla, unë vajta thoj më gjuaj të ndje $1.000, vajta bleva televizorin, vajta bleva frigoriferin, vajta mbusha ushqime, vajta mora këtë, vajta mora atë, nuk është turp vlla, se ti a e ke punja që fsharop. Vlla, tjetri tha bleva Ferrari, o faleminderit ore, i lumt kari, e kupton? Se kam shok, nuk mos e interpretojmë për keq këta. Bleu Ferrari që Europë dhe tha faleminderit, o çuna, o shokta, faleminderit ore se u me lektuaja bleva Ferrari. Po ata prandaj ja gjuajtë, no vlla, që ti qi motrë të bëjet luksi. Dhe i reklamon jetë në luksit ore. Ferrari tha jo shok, dua Ferrari gjuajtë në lekët, ta Ferrari bleu ai dhe bravo i qoftë. Dhe vazhdojnë i gjuajnë, pse? Sepse ai po thotë, unë do bëj jetë qefi, o vlla. Unë ju thash do ikë të Rozbixhos me lekët që ju po më gjuani dhe këta vazhdojnë gjuajnë. Sepse thonë janë qarto që ky do ikë të Rozbixhos di qimondrën. E do thonë edhe kështu këta. Inshallah fiton pastaj, kur vetë Bixhosi unë. Do thonë këta inshallah fiton në profe. Me lekët e këtyre, do vetë të Rozbixhos dhe këta do më thonë inshallah fiton. E kupton? Tani, në qoftë se Po e ditë që asë janë dakordën që më thonë që i los 5-7 ajo Bixhosi jo. ti fiksohesh, o Klevis. E kupton. O vlla, ti fiksohesh, e kupton çfarë bën ti? Ti fiksohesh, o vlla. Ti fiksohesh. Dhe ky është problemi jot ore. Fiksohesh ti me 5-7 ata ty, ata fiksohen me 5-7 me ty. Unë të them, o vlla, e ke hallin këtu, ti fiksohesh te 5-7, e kuptoni? Jo, profesori me këtë rast ka të drejtë. Ore çuna, nuk i menaxhon dot si duhet ore të ardhat që merr ore. Pik muhabet, do vlla ja vullojnë. Kur ka, ha në restorant i qim motrën. Kur s'ka, thot, s'ka fare sa në problem. restorantën. Sa në restorantën. O bip news. Po ku t'i gjonë të Po qa të them unë një shkreti e vlla? Qa të them unë e vlla? Po hea tani a qifsha e motrën. Mos harroni bëni Ti like që dhe unë vlla, subscribe. qa të them unë e vlla? Jo dhe jo, të losin Bixhos tu te unë sot i thoni Aleksit, nuk vjen thoni do hapi profesori Bixhosi sot. Do hapi ai atë të Bixhosit. E ka profesori audiencë thoj, do 500 euro që të vi. Pa 500 euro i thoni te loja nuk vjen. Kështu i thoni, do $500 i thoni që të vi, se janë 2300 veta thoj te lokali edhe duhet t'i paguajnë në një kafe të gjithve që ta mbylli lokali. Duhet të thoni nani na i mbir nga profja dhe ika. Kështu i thoni, e kupton? A di pëse u mërzita më shumë o Klevis? Bëjmë muhabet me pastërti. Pa të keq fare. U mërzita më shumë se hardja e Dajos aty edhe e Fabios nuk ishte rastësore. E kishim diskutuar me njëri tjetrin dhe erdhëm për të parë gjendjen që ti ishe dhe qa mund të bënim. Dhe ardhja pastaj edhe Kapos nuk ishte rastësore, ishte për të parë edhe ai situatën që qa të bënim, sepse Kapo është kthyer në Shqipëri dhe merret me ndërtime dhe ja di gjerave dhe do gjendim njerëzit për të bërë gjend. Dhe ne po përgatitshim për tjetër gjë. Ti na the i na çani karin dhe ti se unë s'u kam besën ju. Aty na i bëri fat në të gjithëve. Ne përgatisim surprizë, happy birthday. Ky thot, op, për jashtë na çani karin. Ani si bie Levis. Prandaj u mërzitëm ne. Mua daju amadje me shlutur, më tha, aman, mos ashu aty, mos begje aty, aman. E i thash, jo, thash, më ka vajtur, thash, mu këtu, edhe nuk rri doti, thash. Më ka vajtur këtu, thash, e nuk rri doti. E shpërtheva.
Shpërtheva se. Tani drejt që e mori, sigur nuk shkono. Pse për qa, mos e ti se erdi Fabio në 2-9, o vlla, nuk të erdi për show, o Klevis. Show e benten duke ndajtur në shtëpi, o vlla, nuk të vinte natën tyre. Por, edhe çunat prandaj erdhën, edhe Dajua prandaj erdhi, edhe Kapo Pietro prandaj erdhi. Ne diskutojmë të rregullojmë shtëpinë na 10.000 euro secili, ti thoj, më çani karin, unë su kam besën ju byqirave, hajde për jashtë. Qa thojt e o borë, që mos mërzitemi ne, po mërzitemi ne. Mërzitemi ose? Por ashtu preket, ore, është indjeshëm, ore. është indjeshëm, preket atë e dimne. Pse nuk e dimne që preket është indjeshëm, është... Po ja këput na njërë grusht, këshu, thatë fare. Pa dorez. Madje Dajua, që ke aty, për shpirtë motrës që kanë në varë, që të qifë sharop... Mos harroni, bëni like dhe subscribe. E do të aqirop një ditë. Për shpirtë motrës, Dajua që ke aty, ka thënë, mua, Fabios, Olsit dhe çunave, tha, e keni një shok, tha, hajde të ndihmojmë. Ka qenë ai nismëtari. Nuk kam se t'ja edhe poshtë. Ai ka qenë nismëtari. Që edhe poshtë, ai ka qenë. Po e keni shok, tha, hajde të ndihmojmë. Qofse e konsideroni shok, tha, të rini live me të, tha, hajde të ndihmojmë. Dhe ka qenë Dajua i pari. Që ta merrni vesh ju e çuna, unë do ta them se kush është Dajua, nuk është as Dajua im, as Dajua i Klevisit. Dajua është Dajua i dëndjerës Rosalind. Dhe kur ne kemi ndihmuar për situatën që pati, Klevisi ka qenë aty në live dhe është munduar me shpirt që t'i përgjigjet Klevisit më mbrapa për çdo gjë, pavarësisht se vajza është bërë për Ahmet tani edhe ndroi jetë. Dhe është munduar me mishe me shpirt. Dhe na tha, nëse keni një shok, tha, hajde tani më gjithë bashkë. Tani drejt që e mori, po i besoj unë ati Robi, ore vetë unë dorën zjarë për Dajon. Që se njoh, o Klevis, nuk e kam gjerë. Edhe vët dorën në zjarë, i them na dorën në zjarë. Pse? Se ajo situatë që na u krijua Klevis, unë edhe shpirtin e lënë në dorë të Dajos. Pse? Sepse ne i dham shpirtin kur ai kishte nevojë. Tani qysh i bie, mos i besojmë ne Dajos, mos o burr, mos e zgjynare. Mos o tani. Dajua mundohet me shpirtore. Edhe për babalën që është burr, edhe për mua, edhe për Kapon që e ka ndihmuar, e për çdo njeri ore. Me aq mundësi sa ka. Me aq mundësi sa ka apo. Po ne qysh ti themi tani, edhe prandaj më iku motori, kur i ke thënë atij se të kishe thënë mua, do gjeja një mënyrë për të folur me ty. Apo dikuj tjetri. Ama kur i kishe thënë atij, aty mua më bëri kështu. Fap. Prandaj është e gjitha. Se nuk u shkallova për vete, jo. Fola me atë në telefon, në shkallova. E ma beja Allahu Dajo edhe në qofë se ka folur në i fjallë që s'ka ardhur mirë, që e kam thënë, kërkoj falje, po ta kuptojmë gjithë. Pse nuk duha me të ndihmojmë? Sa të duash? Sa të duash? Sa të duash me shpirt? Po, sa të duash? U bej unë thirrje të gjithëve këtyre, pa fund. O, që nuk ka një shtëpi 500 metra katror. Atëherë dhe ju 3 fish për krajni. A i të vërtetoj që po mundohet për mirë, e ju për krajni 3 fish. 3 fish për krajni dhe ju. E unë bashkë. Po ama të fillojë, të bëj diçka. Të bëj diçka. Vetë. Ore, unë kam njohur njerëz në jetën time që jam dorëzuar. U a them me pas tërti, kam njohur njerëz këtu ku jam, që jam dorëzuar. Ore unë, këtu ore puna, jo alkohol. Ore këtu ore puna, jo drog. Ore këtu ore puna, jo unë duat pi alkohol. Ore këtu ore se ke këtu ore të ardhme, ore o Zoti. Jo të alkoholi. 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, 5 herë, 10 herë. Lërë 10 ditë, pi 5 ditë. Thash, stopër vlla, thash e sikur të kisha nenos e babë. A motra vlla, stop, thash nuk mund e me ik. Tani, vete ka ndorë, nuk po i bëj gjyqin, thjesht po mundojmë që si e si,
Edhe këtu valla nuk kanë gjë të keqe. Madje, në qoftë se vese edrin, se sedër kakli, po edhe për sa gjëra që bani naci derri për sa gjëra tjera. Ama në qoftë se djali e vese edrin për gjërat mira, unë jam shumë i sigurt që më shumë keni për ta dashur, më shumë keni për ta vlerësuar. E më shumë keni për ta respektuar, se do thoni bravo, vërtet gaboj ama uri mend. Edhe eci, para, lëvizi, ndryshoj. Po jo tani drejt që e mori, mos të kthej do telefonin për treguar shtëpinë, jo mor burr, se gjunaf. Është gjunaf. Kjo është e gjitha. Jo, ashtu preket ai është i ndjeshëm, ata e garantoj unë. Është i ndjeshëm, ashtu preket vërtet, me fjalë mërzitet vërtet, i përjeton gjërat e ka dhe atë. Thjesht duhet që të menaxhoj çik situatën. O Franco, duhet menaxhoj çik situatën, olla, ta menaxhoj, ta vlerësoj lekun, gjën, çdo gjë, olla, të vlerësoj njehushin. Ta vlerësoj atë që i mund se po ja falni me shpirtëre, kush po ja fal dhe kush po ja jep për respekt, po ja jepni lekët tuaja. Ta vlerësoj ai, më shumë keni për të dhënë. Jam shumë i sigurt për këtë pjesë. Në qoftë se ai reagon dhe fillon ndryshon, unë jam 1.000.000% i sigurt që Klevisi ka për ta marrë respektin e të gjithë shqiptarëve. Të atyre që ka pasur, të njerëzve të rinj dhe çdo njeriu. Jam 1.000.000% i sigurt. Po Franco Sinaj, shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Je edhe ti djalë shumë pozitiv edhe respekt. Kur do vi në Shqipëri, do vi do të takoj. Do vi në Vlorë, do të takoj. Ozani Struga, gjoni sekundi, thoni Aleksit, do i karikosh $1.000 që të vi, se ndryshe i thoni nuk vjen, o vlla, se ka lokalin full, nuk i flak do të njerëzit për jashtë. Më duhet u jap në një birë juve të gjithve, që t'hiki. Ere dope djali. Ta ndodhë, jo. Ja, dopja është i pari, që ka respektuar, është mërzitur në Klevisi me dopen, ja mërzitur me njëri tjetër, ja rregulluar prap, janë mërzitur prap, dhe u ja po 1.000.000%, që në qoftë se dopi këto që është thash, dopja mund t'jeti piti pari që mund t'japi $2.000. Nëse ju pëlqeu video, mos harroni bani like dhe subscribe dhe shihemi me videon tjetër.